të gjithë duhet ta dinë, edhe kush thot kundërtën ose nuk ka idenë fare si funksionon BE-ja, ose pastaj o Gogol, o Luan. Pastaj ose bën sikur që pavarësisht geopolitikës, pavarësisht nevojës që ka BE-ja sot për të zgjeruar rradhët e veta, për arsye geopolitike, patjetër, BE-ja nuk të fal absolutisht asgjë, në asnjë rrethan, për asnjë arsye. BE-ja mund të jetë e padrejtë kur ti mund ta meritosh të hedhësh hapin tjetër dhe për arsye të dinamikave të brendshme të thotë jo. Këtë mund ta bëj, na e ka bërë ne. Por BE-ja kurrë nuk është në situatën e një bamirësi, sepse me të drejtë kërkon që kë afron ta ketë si veten, me standardet e veta. Dhe nuk ka asgjë më të padiskutueshme lidhur me gjithë procesin e shtetbërjes në Shqipëri, se sa rezultatet e monitorimit vazhdueshëm të BE-s. Të tëra tjerat janë broshkulla, janë dokrahini kur thoshte Gjergj Fishta, janë muhabete pazarit otoman të politikës shqiptare. Sepse po të ishin sadopak afër të vërtetës, gjitha ato broshkulla, gjitha ato dokra, gjitha ai llum që hidhet çdo natë në pjatat e shqiptarëve që vazhdojnë kanë durimin të hapin kanalet e informimit televiziv vendas, nuk do kishim shans ne të merrnim 2027 si datë si afat për mbylljen e negociatave. Por e kundërta është e vërtetë. E kundërta është e vërtetë dhe të kundërtën thonë. Të gjitha rezultatet e vëzhgimeve të vazhdueshme që bën BE-ja. E dini sa njerëz janë angazhuar në Bruksel për procesin e ulumtimit të situatës tërësore të organizmit shtetëror të Shqipërisë. 1000 vetë. 1000 vetë nga të gjitha departamentet, për të gjitha fushat. 1000 vetë. Një popull i tërë simetrik me gjithat popull që kemi angazhuar ne këtej në administratë për të bërë negociatat. Dhe tani 1000 vetë që merren me gjitha detajet që qëmtojnë çdo gjë, si mund të gabojnë edhe të jenë pagabushëm ca kua që i ke për natë në për ato salonet e berberhaneve televizive ku rruajnë e qethin këtë dali përpara. Nuk mundet, është e pamundur. Jemi absolutisht në rrugën e dur, absolutisht në rrugën e dur. Kemi patjetër plot gjëra për të bërë akoma. Dhe për këtë arsye po punojmë intensivisht. Të meta plot sa të duash, por jo ato të meta që na i këndon këneta e kuave. Dhe më pas jemi spostuar nga Brukseli në Luksemburg, ku zhvilloi dita e Bashkimit Evropian, sepse sipas traktatit janë 3 herë në vit që Bashkimi Evropian spostohet në Luksemburg për aktivitetin e vet, dhe ku kemi çelur një tjetër grup kapitush. Një tjetër grup kapitush që siç e dëgjuat dhe siç u than dhe u arrokanisën kokën në kuadrin e bombardimit me gënjeshtrat e tyre, nuk do hapej më, sepse ishte mbyllur dera për Shqipërinë, sepse mua s'më kishin dhënë as darkë, po s'më kishin dhënë as darkë se isha sjell keq, edhe sepse po pristin tani bufin e gënetës,
O zot, që bëhet kështu. Po prisin bufin e Kënetës të gjithë, bashkë me Qirje Dulen. Se shkoi bufi me Qirje Dulen në Parlamentin Evropian, që u hapi derën Qirje Beleri, edhe u përmbys bota. Të tërë u ngritën në këmbë. O, Perëndi. Jena mësue me propaganda tua, po i rrej popullin se nuk han bari. Xhaviti, o Xhavit. Po për çfarë propaganda shike fjalën? Se duhet më thuash për çfarë, për cilën pjesë ti mendon se populli po rrehet nga unë, se që populli nuk hambar, këtë jam absolutisht 100% dakord. Dhe për këtë arsye, populli përsëri do ta tregoj ty dhe të gjithë atyre që mendojnë si ti, që jeni pakic. Ti, bashkë me disa që kuakuajnë në ato berberhanet e natës televizive, të cilët habiten, pataksen, çmeriten, lahtarisen, edhe fillojnë dhe thonë ç'është ky popull, kur shikojnë që asnjë sondazh, në asnjë ekran, nuk e nxjerr dot Kënetën, jo përpara, se kjo s'bë vaki, po as aq afër nesh, sa të mund të flitet për ndonjë rikthim imagjinar të Kënetës në krye të vendit. Ka hikur historia e Kënetës, ka marrë fund. Është e mbyllur, është historia e trishtueshme e vetëm atyre që vazhdojnë i besojnë Kënetës. E atyre që njësoj si ata të shkretët, njerëzit e Kënetës që u futën me kokë në primare, edhe si përfundim më shumë nxori Big Brotheri kandidat në listat e Kënetës se që nxorën primaret. E kuptoni u tash? Më shumë erdhe nga Big Brotheri se nga primaret për të përfaqësuar Kënetën. Bufin. Kështu që më vjen keq Xhavit, më vjen shumë keq, po ato sondazhet thonë të vërtetën. Pikërisht se populli nuk ka bar. Pikërisht se uji i pishëm nuk është problem si në Sahara në Shqipëri. Pikërisht se në 43 qendra zona urbane dhe në 98 zona rurale uji i pishëm 24 orë. Janë 11 zona të tjera në kantiere, ka edhe 5 më pas për të hapur kantieret dhe mbyllet ky film në mandatin e 4. Pikërisht për këto, sepse është ajo pjesë e popullit pra që e ka ujin aty. A kupton? Pikërisht se janë bërë 270.000 legalizime, nuk i ha dot njeri. Vetëm ja thoni njëri tjetrit Xhavit. Ti, Latifi, edhe ca të tjerë ja thoni njëri tjetrit që s'janë bërë legalizime, s'ka ujë, s'ka drita, o zot, që vim nga epoka kur ishte hape gjenerator Tirana, se të tjera dhe s'bëshin fjalë, Shkodra, Vlora, Gjirokastra, ishin puse, kur binte nata. S'na the çdo i thuash popullit Amerikan dhe Donald Trump, kur të vish në USA, se çka ca që kanë filluar të besojnë që ju se kaloni dot oqeanin dhe 77 baraz 213. Antonio Ponde, që emri pas ka zgjedh. Dëgjoj, Antonio, se ke dhe emrin e presidentit të Këshillit Evropian. Dje në Luksemburg u çel një tjetër grup kapitush dhe Shqipëria në 6 muaj ka hapur 3 grup kapituj, ka dhe 3 tjerë për të hapur. Dhe kalendarin me Bashkimin Evropian ka 3 vjet. Nëse gjithë kjo bëhet realitet, me ndihmën tuaj dhe tënden Antonio, megjithëse unë besoj që ti s'je regjistruar fare për të marrë pjesë në zgjedhje fatkeqësisht.